kuar dhe dakordim ndërmjet tyre është që emri Vjosa Osmanit është lënë jashtë mundësisë për të shpallur si kandidate për një mandat të dytë presidente. Pra dhe duke u fshehur mbas logjikës së numrave, siç e tha kryeministri Kurti, unë e shoh që vetëvendosja nuk pat as vullnet politik, as dëshirë për të pas zonjën Osmani në një mandat të dytë si presidente. Dhe pastaj do ta elaboroj arsyen pse. Po njëkohësisht në anën tjetër edhe opozita nuk i ka numrat e nevojshëm, pra 30 nënshkrimet e nevojshme për të propozuar një kandidat të tyren ose një kandidat konsensual për postin e presidentit të ardhshëm. Kësaj mendoj që vazhdojmë me edhe këto takime që janë bajt, edhe këto biseda nuk janë të natyrës së vërtet politike, por janë formalisht takime për cilat Kurti më pastaj do të ketë një vetë krenari që unë i iniciova këto takime me partitë e tjera politike, por nuk pat vullnet nga opozita, dhe kështu që na mbetet ne të gjejmë një formulë zgjidhje për presidentin e Kosovës, duke pa pastaj nëse realisht gjendet një emër që përbën konsensus për 3 forcat politike, nëse në të kundërt pastaj në prill... Megjithatë afati po rjedh, nuk ka shumë kohë, është vetëm edhe java që vjen, dhe përfundon afati kushtetues. Dhe mungesa e vullnetit politik është tek fakti që në të 2 raundet e para proceduralisht, pra me 80 vota që duhen nga parlamenti për ta zgjedhë presidentin, vetëvendosja zoti Kurti tha që ne nuk i kemi votat, por në raundin e 3 me shumicë të cilësuar me 61 vota, sigurisht që vetëvendosja do të mund ta zgjidhte nëse do ta propozonin emrin e zonjës Vjosa Osmani për një mandat të dytë si kandidate për president. Por ata nuk e bën këtë punë, dhe sipas së shprehjes së zotit Kurti, ne nuk e kemi tha një kandidat me test të partisë të vetëvendosjes për ta nominuar për president. Kësaj nuk mund të shkojmë në hamendësime, i kemi apo si kemi votat për ta. Pra nuk po është urgjente, thoni? Jo, nuk shoh vullnet politik për të, nuk shoh vullnet politik sidomos që tani nuk ka vullnet politik. Jo, nuk shoh vullnet dhe nuk shoh interes politik nga ana e vetëvendosjes dhe zotit Kurti për të pas një proces legjitim dhe të fort, konsensual mes të gjitha forcave politike për të zgjedhur presidenten. Pastaj do flasim për arsyet pse Vjosa Osmani nuk është emër në kombinim. Tani, Anita, si a sheh mundësi konsensusi mes subjekteve politike për presidentin ose presidenten, gjithsesi po i referohemi presidentin me që institucioni njët ashtu? Patjetër, partitë politike opozitare sot i kemi të nështruar ndaj këtij pozicioni. Ata shihen që në për këto takimet që po bëhen, që po dojnë me majtë qëndrimin e një presidenti konsensual, që patjetër është obligim kushtetues. Siç po shihet, Vjosa Osmani nuk po shihet që ka mbështetje prej partisë më të madhe. Kështu që janë dalë disa propozime të tjera, ndërto edhe dikush nga familja Jashari. Nuk e dina sakt se për kënd bëhet fjalë, sepse aty kemi 3 persona ose figurat cilat mujnë me qenë kandidat, por nuk e dina sakt që sot me ditë për kënd po diskutojmë. Ajo çka po shihet është disa takime të mbyllura, pa u ditë qartë kërkesat ose ajo çka partitë politike opozitare po kërkojnë në këtë aspekt nga presidenti i ardhshëm ose cilat janë kërkesat ndaj partisë vetëvendosje në lidhje me këtë pozicion. Pra nuk shohim ndonjë kërkesë të veçantë përveç se të jetë president konsensual. Kjo shto ato që ka ndodhur në zgjedhjet e kalume. Dihet që në zgjedhjet e fundit Partia Demokratike ka kërkuar që nëse nuk kemi marrëveshje paraprake për qeverinë, ne nuk do të jemi pjesë e marrëveshjeve për presidentin, por këto ka ndryshuar. Kjo ka ndryshuar për shkak të rezultatit zgjedhor dhe dihet se asnjë nga prej këtyre partive nuk janë të interesuar me partitë janë të nënshtruara para këtij pozicioni, janë të nënshtruara më tepër para numrit
fuqisë të tyre politike që kanë fituar në vjetor? Rezultatin e zgjedhjeve. Pra kjo i ka nënshtruar? Ajo i ka nënshtruar edhe ata nuk janë asnjëri të gatshëm që për shkak të presidentit të shkohet në zgjedhje. Kjo është pak a shumë ajo që ka shihet nga takimet e mbajtura, nuk ka kushte, nuk ka diçka të qartë nga kërkesat e dy partive opozitare më të mëdha, sepse Aleanca nuk është përfshirë në këto takime, po flasim për dy partitë më të mëdha opozitare, të cilat edhe pse Albin Kurti sot e përmeni që nuk mjaftojnë vetëm votat e LDK-s, pra dëm përfshirje më të madhe që të ketë në këtë konsensus, sepse kërkan 85 votat të cilat nuk bëhen vetëm me LDK-n. Prandaj, aktualisht, na jemi të folë për disa kandidat, që na nuk e dina nëse do t'jenë kandidat, por shihet që si propozim parsor nuk do t'jetë Vjosa Osmani, por kandidatë të tjerë të cilët presim që do të shfaqen këto ditë, edhe pse jena shumë vonë, krahasu me kur ish dasht me u diskutu kjo temë, jemi shumë besoj që pajtoni që nuk do ketë, si temi, disa kandidatë.